LDK-ja mund të propozoj një gjysmë kandidat. PDK-ja mund të propozoj 2/3 e një kandidati. Ne propozime, ata refuzime. Ne i kemi bërë të gjitha përpjekjet që vendi ynë të mos shkoj në zgjedhje të përsëritura e të panevojshme. I ftova disa herë në takim kryetarin e LDK-s Abdi Gjiku, kryetarin e PDK-s Hamza. Ndonë se nuk ofruan asnjë propozim, në vazhdimsi jam unë ai që kam ofruar propozime edhe me emra konkret, pa tjetër me funksione për ta, por morëm veç se refuzime. Ne propozime, ata refuzime. Të shtunën e bëm edhe një haptutje. Kërkuam nga subjektet politike PDK dhe LDK që së bashku të sillnin 3 emra, ku përveç në nënshkrimeve njërin edhe do ta votonim. Ju e dini që as PDK e as LDK nuk kanë deputet për të propozuar kandidat tyre. LDK-ja mund të propozoj një gjysmë kandidati, sepse i ka 15 deputet e nevojitën 30. Ndërkaq PDK-ja mund të propozoj 2/3 e një kandidati, me qenë se i ka 22 deputet e nevojitën 30. Por ato dyja bashk mund të propozojnë një kandidat. E ne u tham, ja po bëhemi edhe ne bashkë me juve, e le t'i propozojmë 3 kandidat që të gjitha propozimet tuaja, ju propozoni emra, ne u japim mbështetjen në seancë plenare.